Koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim ka vazhduar fushatën për zgjedhjet lokale në komunën e Gostivarit me një takim të mbajtur me banorët e fshatrave Turqani Mat dhe Turqani Vogël. Në këtë takim ishin të pranishëm kandidati Aleancës Kombëtare për Integrim për kryetar komune, njëkohësisht kryetari aktual i komunës së Gostivarit Valbon Limani, bartësi i listës për Këshillin Komunal Valde Xhaferi, si dhe përfaqësues të tjerë të koalicionit. Limani theksoi se Gostivari mban një përgjegjësi të madhe brenda koalicionit, pasi sipas tij duhet të sigurojë fitoren e madhe dhe u bëri thirrje e qytetarëve që procesin ta mbyllin që në raundin e parë të zgjedhjeve. Ky vit është vit i cili do të mbahet mend, sepse ndoshta për herë të parë pas 30 viteve liderët kanë dëgjuar zërin e arsyes, ullën dhe ja dhanë dorën njëri tjetrit. Dhe me këtë, përveç që u bën ata bashkë, na bën ja kështu si jemi sonte të gjithë, bashkë edhe gjithë neve, dhe na dhanë një mundësi historike që posaçërisht në komunën e Gostivarit të bën një rezultat historik dhe të sjellin një fitore maramendese me të cilën do t'japim shtytje edhe vëllezërve dhe motrave tonë në komunat tjera të cilat do të hyjnë në raund të dytë. Ne në mandatin 4 vjeçar besoj që të gjithë kërkesat të cilat do të paraqiten dhe do të kemi mundësi, komfort, edhe mundësive financiare dhe të gjithë mundësive tjera do t'i realizojmë, por ashtu siç e dini, posaçërisht në Turqan Madh kemi bërë goxha punë, jemi ende duke punuar dhe besojmë se do të vazhdojmë me të njëjtin ritëm në të gjithë lokalitetet dhe në të gjithë vendbanimet të komunës së Gostivarit. Padyshim që nuk duhet as pak të mërziteni, sepse do të keni zë shumë në Këshillin Komunal, kemi këtu këshilltarë nga këto lokalitete, kemi Gjunejtin, Sevajdinin edhe Vilinën, dhe besoj se ato të gjithë kërkesat tuaja me zë të lartë do t'i artikulojnë edhe në Këshillin Komunal, edhe në komunën e Gostivarit, ku unë dhe Vardeti do të mundohemi që maksimalisht të përgjigjemi të njëjtave. Ndërsa Valde Xhaferi, bartësi i listës për Këshillin Komunal, tha se projektet për 4 vitet e ardhshme janë të shumta për Gostivarin, por theksoi se përtej planeve zhvillimore, shqiptarët në këto zgjedhje do të japin një mesazh të qartë kundër, siç u shpreh ai, politikave përjashtuese ndaj shqiptarëve në Maqedoni. Ne bashkarisht dalim përpara jush për të kërkuar besën tuaj, votën tuaj, që të njëjtën ta konvertojmë nesër konform gjitha kompetencave cilat i ka Këshilli i Komunës Gostivarit, me punë, me përkushtim, me projekte konkrete të realizuara për secilin vendbanim. Të dashur pranishëm, krahas kësaj, ne kemi një sfidë jashtëzakonisht të rëndësishme dhe historike me datën 19 tetor. Ne duam krah për krah me të gjithë ju dhe ju ftojmë njëkohësisht të dilni si që jeni sonte prezent këtu, familjarisht, e miqësisht, masovikisht ta votoni numrin 4, votoni për kandidatin tonë për kryetar komune, të rrethoni numrin 4 për listën e kandidatëve për këshilltar dhe nëpërmjet kësaj vote t'i japim kundërpërgjigje gjitha politikave përjashtuese ultranacionaliste të cilat po i bën vëmëro DPMN ndaj shqiptarëve në vendin tonë për këto 1 vjet e gjys. Dua edhe një herë që t'ju ftoj të gjithëve bashkarisht siç jeni këtu sonte prezent, me 12 tetor ora 19 të takohemi në sheshin e qytetit, te kulla e sahatit dhe të ndëgjojmë drejt për drejt porositë politike nga udhëhecit tanë për gjithë situatën dhe zhvillimet politike të cilat do ndodhin edhe pas datës 19 tetor. Aleanca Kombëtare për Integrim ka kandiduar nga këto 2 fshatra 3 përfaqësues për Këshillin Komunal, Sebajdin Sallaj, Xhunet Beluli dhe Rilinda Hamza. Ata shprehen përkushtimin e tyre për të qenë zë i denjë banorëve të vendbanimeve të tyre, por edhe i gjithë qytetit të Gostivarit. Tash, për çështjen e menaxhimit komunal, do flasim kompetentët, por kjo nuk përjashton se sa i radhe ne nuk dhe kujdesemi për detirat që i takojnë pushtetit lokal. Por kemi prioritetu. Situatën që gjindëmi ne,
prioritet është të rikthehemi aty ku ishim me statusin tonë në këtë shtet. Do të thonë, ajo është prioritet, por nuk e përjashton, sigurisht nuk e përjashton menaxhimin e pushtetit lokal. Unë nuk du t'ju lot më tepër, shpreha pak emocionin këtë situatë, vetëm për ta kuptuar se duhet shumë mobilizuar të kiqemi këtij procesi deri në datën 19 tetor. Unë u premtoj që së bashku me bartësin e listës, Valdet Xhaferi dhe ekipin e përkushtuar do të angazhohemi me gjithë zemër për zhvillimin e fshatit tonë dhe të gjithë gostivarit. Unë nuk premtoj fjale boshe, premtoj përkushtim, zë të fuqishëm dhe punë të ndershëm. Bashkë me bartësin e listës, Valdet Xhaferi, kemi mundësinë të çojmë përpara çdo kërkesë, çdo nevojë dhe çdo projekt që e bën jetën më të mirë këtu dhe në qytet, me nder dhe dinjitet para Zotit, por edhe faqebardh para një qytetit. Ne si pjesë e Beslidhjes Aleanca Kombëtare për Integrim, kemi hyrë në këtë garë me një qëllim të vetëm: të bëjmë Gostivarin qytetin më të mirë për të jetuar për çdo fshat, çdo lagje, çdo familje e çdo banor të kësaj komune pa përjashtim. Unë besoj se forca e vërtetë e një vendi qëndron te njerëzit e tij. Dhe ju, banorët e Turçanit të Madh dhe Turçanit të Vogël dhe Llapushnikut, jeni shembulli më i mirë i njerëzve punëtor, të ndershëm dhe të bashkuar. Si kandidate për këshilltare, unë premtoj të jem zëri juaj, zëri grave, i të rive, i çdo qytetari që dëshiron zhvillim, dinjitet dhe mundësitë e barabarta. Së bashku me Beslidhjen Aleanca Kombëtare për Integrim, ne po ndërtojmë një rrugë të re, rrugë shprese të zhvillimit dhe bashkimit, sepse kur ne bashkohemi për të mirën e përbashkët, asgjë nuk na ndal. Në fund të takimit të pranishmëve u bë thirrje për pjesëmarrje në tubimin qendror të Aleancës Kombëtare për Integrim, që do të bëhet të dielën e kësaj jave me fillim nga ora 19 në qytetin e Gostivarit.